Uvertura festive e atij që është konsideruar është quajtur Çajkovski shqiptar. Ishte vetëm një pjesës e vogël e një dokumentari të mrekullueshëm, kushtuar një figure madhore të muzikës shqiptare, Nikolla Zoraqit. Nikolla i zemrës së Tiranës. Me Vlan Shanaj, mi mbrëma, kënaqësi që të kam në studio për të folur për një dokumentar premier për këtë figurë madhore, që për fat të keq u nda shpejt nga jeta dhe nuk arriti dot që të kishte një krijimtari të gjatë dhe po aq të suksesshme sa përpara viteve 90. Së pari faleminderit. Kam qenë këtu këtë unë para 1 viti, 2 vjetësh, para 10 vjetësh kur kam qenë. Kemi bërë një intervistë për librin. Po. Nikolla Zoraqi është, kështu siç thatë ju, figurë e madhe e muzikës shqiptare, kompozitor elitar, kompozitor që e mori folkun e Shqipërisë, kryesisht të Tiranës. Ai është i lindur në Tiranë. Tiranë, po aty rreth kinemas 17 nëntori. Dhe prandaj Natasha ka quajtur Nikolla i zemrës së Tiranës, se ka lindur në zemrën e Tiranës. Do të pyesja për këtë simbiozën e një kompozitori me një qytet dhe e përmonde skenariste e dokumentarit është Natasha Lako. Është ky Nikolla i lindur, rritur në Tiranë, fillimet e tij ai ka si violinist, që fëmijë është marrë me violinë. Nga 29 që ka lindur deri në 59, gati 30 vjet me violinë. Dhe nuk po i kishte punuar këtu me formacione të ndryshme, me italian që kishin qenë në korin e kishës. Këta janë arumon. Dhe janë atë palcën e arumonëve që kanë krijuar Tiranën, kanë dhënë kontribut shumë të çmuar arumonët në Tiranë. Me bazën tregtare, pastaj janë të zhvilluar edhe shumë nga këta dhe figura të njohura të artit. Për shembull, po flasim për Nikollën sot, po kështu Sander Prosi, Prokop Mima, ka plot figurat të shquara të Tiranës me bazë arumone. Dhe Nikolla donte, kur arritin në një moshë kështu dhe ishin marrëdhëniet që shkonin në këto vendet e lindjes për të kualifikuar më mirë, tentoi që të vinte në shkollë. I kam në dokumentar këto, po meqense ne këtu po bisedojmë, tentoi të shkonte për një kualifikim. Nuk po ja jep të drejtë. Pastaj përfundoi në Moskë, aty ku shkuan edhe shumë studentë shqiptarë. Po përfundoi në Moskë, po përfundoi në një moshë madhore, 30 vjeç, domethënë nuk është ende i ri. I formuar si njeri dhe si profesionist. Po kishte emër, ishte sfikator. Po ka bërë një gjest që mund ta bënte vetëm një artist. E kërkoi të drejtën e studimit, s'po ja jepën, edhe i vajti një zyrtar atje me violinë. Ishte violinist i famshëm, I vajti atje dhe e tregon edhe i biri, ai zyrtari i tha, çfarë tha do bësh që ma në gjitë, tha, ç'a kërkon? Siç ishte Nikolla, e nxori violinën, që ishte jeta e tij, shpirti i tij, e theu. Dhe se preku me violinën me dorë, dhe shkoi në kompozicion dhe u bë ky që është. Ka filluar në kompozicion rreth 30 vjeç dhe ka ikur shumë i ri, 61 vjeç. Ai ka punuar rreth 30 vjet në kompozicion dhe ka krijuar 100 të ca vepra. I bie në çdo vit nga 3 vepra. Por çfarë veprash? Ai bënte muzikë të kultivuar, muzikë elitare. Ka dhe këngë si Globi Loturohet, ose Nënave Shqiptare, ose për Tiranë, po pak ka të kënga. Ato që i ka bërë ka cilësore. Po mjeshtri i orkestracionit, i muzikës të kultivuar, dhe e mori folkun e Tiranës, të Devollit, të Jugut, dhe e çoi në ato nivele. Po kryevepra e tij është ajo që nisët uvertura festive. Në gjykimin tim unë kam 14 muaj që merre. Thua që ke qenë për një vit të tërë në pushtetin e muzikës. Absolutisht, në pushtetin e muzikës si. Me alfabetin më të shkurtër në botë? Po, alfabetin më i shkurtër dhe më i palexueshmi.
Sepse në gjithë artet e tjera ti ke një materje që e lexon. Në teatr, ke dramën, ke aktore, në piktur, po ke letrën, në zgarravit, shkrimtari, ti, gazetarja. Muzika nuk kapet. Është eterike, është tingull, është ajër. Dhe hajde ta kapësh ti dhe të mendosh se çfarë ka menduar ky kompozitori kur ka shkruar këtë uverturën festive. Me çfarë motivesh, me çfarë si e konkretizon ai. Është shumë interesante puna e kompozitorit. Çfarë përfituron ai, si e imagjinon ai. Dhe kjo ka qenë ajo që thashun, një vit që jam torturuar që të hyja në këtë psikologjinë. Me plan, ishte e vështirë të rindërtojë një figurë si Nikola Zoraqi që është ndarë nga jeta në 1991. Pra para 34 vjetësh. Nuk ka shumë fotografi, nuk ka shumë materiale. Në atë kohë duhet të bëja në një çudi që të shkruante zëri popullit. Do të thënë evente. Nuk ishte televizion. Ke intervistuar të birin aty me Sapa? Po, edhe televizion ishte televizioni shqiptar, po duhet të bëja në një çudi që të vije, sepse gjithmonë ishin gjërat e politizuara. Të politizuara skajshëm, po ky që e figurin për mosa, që e shqimtar, autoritar, i distancuar, i kishte këto ofiqet, artisti merituar i popullit, këto i kishte. I kishte vlerësimet. Po i kishte, profesion të lirë. I kishte, po ishte njëri pak i vështirë, ishte aristokrat. E thotë edhe dritëroj, edhe Fatosi bile ka një dedikim që e përdorur në këtë filmi, që thotë, ike i shgënjur. Por kisha besim tek arti. Ka bërë jetën e artistit. Kemi edhe një copës tjetër dokumentar nga premiera e mbrëmshme, e ndjekim, se kam dëshirë ta shohim bashkë me publikun. Dhe Gjenoveva Heba e shoqja, ishte e rumuna. Kështu që kur tha i biri, ato çfarë tha, ata kanë qenë një komunitet solid në vitet që flasim. Edhe sot mund të jenë, unë sot nuk e di mirë, po kanë qenë një komunitet solid. Edhe krenar për rrënjët e tyre, për origjinën. Me plan, çfarë të çoi ty tek Nikola Zoraqi pas kaq shumë vitesh? Ti ke realizuar shumë dokumentar për figurat e njohura që nga Lazgushi. Po Tefta Tashko, Lazgushi, Ndrek Luca, Vanjush Furxhiu, Xhanfize Keko, Rika Ljarja, po të gjithë kanë qenë këta, shumica. Të gjithë njerëz që ti ke njohur, ke punuar. Po jo, po kanë qenë edhe të fushës time. Edhe të fushës tënde. Tek Nikola ka ardhur propozimi nga Zhani Ciko. Zhani është nipi Nikolës. Dhe ky Nikola e ka rritur verselitur Zhanin. Se Zhani ka qenë violinist në gjurmët e Dajës. Erdhi propozimi nga Zhani, unë njësha, kam pasur marrëdhënie të mira se i ka punuar për shumë vitet në orkestrën e Radio Tiranës, si drejtori i orkestrës, ka bërë shumë festivale, një 10 festivale. Po dhe unë njëherë kam qenë speaker, kur nëse e kam thënë, ose se kam thënë ta them ty, isha i ri edhe në festivalin e Nënt, prezentoj një vepër të Nikola Zoraqit edhe si duket krahinor, më thot Fatos Arapi. Më thot më çfarë kujdes mos thuaj Zoraqi. Do të thënë ajo re, forcoja unë. Ky u tregua shumë fisnik. Ashtu të shumë ka rënë sy mua. Nuk më rëndoj, se kjo tash Fatosi ka qenë një nga miqtë e tij të ngushtë. Përmend Fatosin dhe ka një bashkëpunim për një këngë të mrekullueshme për fëmijë, dhuratë për ditëlindje. Globi rrotullohet. Globi rrotullohet. Po. Muzika Nikola Zoraqi, teksti Fatos Arapi e ke futur. E kam sërguar, e kam shtërtreguar, sepse është vërtet këngë mirë. Çfarë detyronte një kompozitor të madh të bënte edhe këngë për fëmijë? Jo, ai Shpëtim Kursa që është kompozitor dhe profesor, e analizon, thot, është një nga këngët më të bukura të melosit shqiptar. Thot, Globi rrotullohet, o më dhurat për ditëlindjen. Mos gaboj, ka kënduar Erdit Xhebrea, ku ka qenë i vogël apo jo? Jo. Tukiq. Gazmen Tukiq, okay. Po. Edhe thot, një nga këngët më të mira të melosit shqiptar, thot, për këtë, thot, rreth në këngë dhe ligjërimet të
Ibrahimit me Fehimi Ibrahimit dhe Pjetër Gaci për Ty atë dhe. E fut në këtë, si analistje është, e fut në këtë treshtë të famshme, që ka detyruar. Ai ishte kompozitor, edhe kompozitori Lëviz. Lëviz kërkon, ai ka 8 vepra skenike, më shumë se asnjë kompozitor tjetër. Baletet të famshme, si Cuca e Maleve, si Generali Ushtrisë Vdekur, si Joniada, ka operën Komisari. Një regjisor shumë prodhimtar edhe i shtrirë në gjitha lëmit dhe fushat e krijimtarisë. Çfarë bëhet sot me gjithë këtë opus, me gjithë këtë krijimtari kaq produktive dhe kaq me vlerë të Nikola Zoraqit? Po pse mos dini gjë, ja ti që je një nga gocat e ditura të Shqipërisë. Gocë e mençur, je marrë kaq kohë gazetarie me libra. Di gjeti kush është Nikola? Kush di këtu më? Beti kush di ti? Nuk e di më, edhe të thuash di, unë të them jo. Ashtu kujtoj edhe unë. Po kur u mora e pash se çfarë tesari ishte, nuk ka, ne kemi një administrat të dështuar. Me vlan, ka dhe një problem tjetër. Administrata... Ne nuk dim se nuk kemi ku të lexojmë. Ja, të të marrë një shembull, disa ditë më parë kërkoja më shumë informacion për Ferdinand Dedën. Dhe doja të dija këngët që ai ka kompozuar, përveç fati një shpresë dhe marrëzi, Google-oja nuk gjeja asgjë. Domethënë, duhet të shkruajmë më shumë, duhet të lëmë ca testamente për këta njerëz që i kanë dhënë kaq shumë çdo fushë, po veçanërisht edhe muzikës. Gjërat bëhen të organizuar, nuk bëhen në mënyrë spontane. Ne nuk kemi në koncept të organizimit të administratës. Ka administrat që është e përcaktuar në radio televizion që të krijojë website-in e vet, që të ketë për Ferdinand Dedën se ishte mbret ai. Nuk ka ca njerëz parazit aty, ose mashtrues, ose gënjeshtar, ose disa nga këta patronazhistët i emëruar. E kuptonte se ku jemi? Ik në Ministrinë e Kulturës. Të vesh duart në kokë të llaftarisësh, nëse gjen një njeri që di diçka, jo ma për Nikolën, jo, se Nikola kompozitor është, nga të di për Nikolën, nuk di për asgjë që bëhet me filmin, që bëhet me teatrin, që bëhet me librin. Jemi, dikjo, unë flasë për këto fusha që njoh. Unë s'kam bërë punë tjetër, unë ditë merre me filma, bëj filma, bëj televizion, bëj filma. Ka që është mundësia ime, por këto kanalizohen me ligje, me forma të përcaktuara, me administrat të korrektuar, të kontrolluar. Jo Nikola, pra asë gjesi, shko kërko. Ik në Shkodër, Pregja Kova ka bërë operën e parë, në 56, të një njeri në një provincë, dhe mori zanatçinj, ata që i binin trombës, ishin rregullonin bicikletën, ai tjetri gomis makine. Me njerëz të thjesht i mori, i mësoj dhe i vuri. Pra, nuk është që s'kemi një tradit, nuk është që s'kemi njerëz me ambicje, por nuk kemi administrat të organizuar. Pra, sot, kur pyesim çfarë bëhet me këto vepra, luhen ato më, vihen në skenë? Varet nga ndonjë dirigent që ka pasion dhe e di veprën. Për mua, Nikola Zoraqi, kjo uvertura festive, e kam thënë pas një viti që merrem, është në nivelin e Wagnerit. Po është në Shqipëri. është muzikë kaq elitare, kaq e sofistikuar, kaq e mirë, kaq e ngrohtë, po në rast se ti nuk e promovon, nuk e ngre, nuk e eksporton, kush do të njohi? Do të njohin ata djemtë e lagjës time. Ja tani e pan ata që kisha bërë dokumentarin e kishin lexuar që shumë i sukses. O me vlerë, si është ai dokumentar? Kaq është. Premiera mbrëm në Kinema Millennium dhe si rrallë herë salla ishte plot. Plot me njerëz që edhe mbas 34 vitesh... Jo plot. Super, ishin në shkallë. Ishin në shkallë. Edhe në fund kur mbaroi. Tani edhe se ne jemi pak edhe si fëmijë, kështu gënjehemi. Duart trokitën dhe s'qoheshin. Ishin të bombarduar nga niveli i Nikola Zoraqit. Beti ti e the, dhe unë të falenderoj që unë kam bërë shumë figura të artit, sepse unë mendoj që edhe e lëvroj dokumentarin, pasi dokumentari është jetim. Kam një bindje unë. Dokumentari që faqet një natë atje në premiera dhe është jetim, pas është dhjet e merë në një televizion, nuk e merë, nuk e paguar ati producentit, dhe harrohet. Por, unë jam fokusuar ke artistët, pra ke njerëzit më të pambrojtur. Dokumentari që është jetim dhe artistët më të pambrojturit. Të gjithë artistët janë më të pambrojturit. Ata i japin shoqërisë gjithë jetës, mundin e tyre, sakrificën e tyre, janë njerëz të dorë, të harruar.
Dhe unë dua t'i mbroj dhe t'i shumëzoj atë që ata i kanë dhënë kombit. I japin shpirt, i japin liri, i japin pasuri artistët. Çfarë përveç planit të krijimtarisë, planit artistik, çfarë je munduar tjetër të spikasësh në dokumentar nga personaliteti i Nikola Zoraqit? Po ishte shumë e vështirë. Unë e kam trajtuar në dy pista. Në pistën njerëzore, faktet e tija të rëndësishme. Po, familja, jeta, faktet e rëndësishme që e përbëjnë skeletin, trupin e një njeriu, dhe pjesa e krijimtarisë. Mirë, po krijimtaria e Nikolës është në dokumentare theksuar, është krijimtaria përfaqësuese e të gjithë arteve të tjera në Shqipëri. Me artet e tjera unë nuk do komentoj shikoj si ka qenë aktrimi, si ka qenë baleti, si ka qenë kjo, por nëpërmjet muzikës së tij, sepse muzika është një kod i padeshifruar, është tingull, dhe nëpërmjet tingullit të Nikolës kam ilustruar me krijimtarinë e si motra të arteve të tjera. Do më thënë, i bëra njëri shikim artit të kohës së Nikola Zoraqit. Dhe kjo që e ajo me veçanta, edhe me çuditshme, që se kisha provuar ndonjëherë. Duke kërkuar dhe unë të mësoja më shumë për Nikola Zoraqin, ndesha tek një shprehje që ai ka thënë, sado që të krijojmë përsëri i mbetemi borxh kohës që jetojmë. Është i lumtur ai shkrimtar apo artist që këtë borxh e pakson sa më shumë. Kjo harrihet me punë, këmbgulse, por edhe me pasion. Kam disa ka këto shkëputje, edhe të Nikolës, edhe të miqve të tij, edhe të profesionistët të tjerë, edhe në të gjithën shikon një modesti. Modesti nga një njeri i mençur, nga një krijues i madh. Nuk kemi ne shumë njerëz të tillë si Nikola Zoraqi. Kemi me pika. Por më vjen mirë që u kthye emri këtij kompozitorit të madh mbas 34-5 vjetësh i ikur. S'është marrë njeri me Nikolën këto vite. Edhe në rast se dëgjon në një rastësi për orkestrat, për shembull ja Bendezhani si nipi i tij, në një rastësi, por nuk është i mbrojtur në vlerat që ka. Besoj se me këtë ambalazh që i bëra veprës së Nikola Zoraqit, kam bërë një shërbim që, pse jo, të ndihem krenar. Cilët ishin miqtë e tij, njerëzit me të cilët ndante punën, po ndante edhe kohën e lirë? Fatos Arapi, Dritro Agolli. Dy miqtë e tij, me Dritronë edhe ka bashkëpunuar edhe me Fatosin. Kishte miq, burrat, edhe këta burrat të ditur, të mençur. Me të tjerët, nuk besoj, se nuk kam ndërmend të merrem me intrigat e me këto që mund të jetë në fushën e artit, si ku do, në çdo fushë. Po jo, Nikola ka qenë distant. Me plan, ti i bëri një monument, një kompozitori, por në Shqipëri, siç e thash, nuk gjejmë dot informacione. Çfarë ka kompozuar? Se s'është në kulturë. Nuk e kemi në kulturë. Duhet jetë në kulturë, ma kujtove Ferdinand Dedën. Duhet të ketë kulturë për radio televizionit, të ketë krijuar skeden e këtij njeriu. Me sa di, ka 90 vjetorin, se kjo ishte arsyeja që nisa të kërkoj, ka 90 vjetorin e lindjes në datën 5 shkurt, edhe me sa fola dhe me të birin, me Elton Dedën, po përgatit televizioni shqiptar një aktivitet për të kujtuar 90 vjetorin e lindjes. Të lumë të goja në rast se televizionit i ka ardhur mendja, po të përgatit seriozisht për Ferdinand Dedën. Ferdinandi ishte eksepsion, dirigent, i talent. Kam punuar gjatë me Ferdinandin. Siç ke punuar gjatë me shumë njerëz në televizionin publik shqiptar. Përmende ato mëkatet e televizionit që nuk punon sa duhet për të mbajtur gjallë kujtimin e këtyre njerëzve që... Nuk ka të njerëz, e para njerë nuk është në organik, nuk është në kulturë, nuk është në edukatën tonë që të krijojmë skedat të caktuara dhe vazhdimsi. E para, aty mund të kenë ardhur njerëz që nuk e dinë fare se kush është. Dhe nuk ja cakton dikush detyrë. Ti thosh, pritër, një minutë se ne kemi një traditë. E diti që unë atje në atë televizion jam ndër themelusit. 27 veta ishin kur kam vajtur unë. Dhe arritëm, aq sa arritëm, po. Dhe kjo është edhe arsye që pat edhe një reagim të ashpër dhe të drejtë nga të paktët publik për ndoshta atë që u quajt si nisëm e kryeministrit për të
Po mirë, ajo që... Për të mbyllur. Revolta ime do vazhdoj të jetë, kështu kam qenë unë, edhe për të mbrojtur filmin, se u ngritën ca si puna jote, kështu të heqim filmat e asaj kohe. Se që flisi kështu njerëz të papërgjegjshëm. Kam qenë në një panel me një pedagog të Madridit, të estetikës së kinemas, edhe unë përfaqësoja kineman shqiptare, edhe i tha atje, ne kemi filmat të Frankos në kinema që i shfaqin. Vend njerëz studius për kulturë, nuk do të thotë se ata do bëhen frankist. Atëherë, me qënë se jemi në mbyllje, premiera ishte dje, do kendo një mundësi teleshikuesit, njerëzit që duan të njihen më shumë me Nikola Zoraqin për ta parë dokumentarin, apo premiera e djeshme? E di si është praktika në Shqipëri, më beti, si është tu praktika, më beti. E merr një producent këtë dokumentarin, si që kam qenë edhe unë për disa, tash i ka 2 vite që nga Ricardi dhe me Nikolën kam hequr dorë se është e lodhshme, është strapacuse, kam mbetur regjizor, vetëm punë regjizorit. E merr ai edhe do që bën këtë premierën, aty e kemi ne. Ditën e premierës, aty është kënaqësia, emocioni, lavdia, të kafshuarat, aty i kemi, ke premiera. Po ne kemi emocione të mëdha kur ndodh kjo ditë e premierës, që takojmë publikun. Mandej varet si sa i zoti është ky producenti, se ku e gjeti një televizion. Ti si gazetari, ke parti në një nga këto televizionet e shumëzuara private që të marrë një dokumentar të shfaqin? Pak e vështirë, sot t'i kërkojnë, po t'i kërkojnë pa para t'ja apësh dokumentar. Pa para. Të falenderoj shumë e Vlanshana që ishe në studio, për të folur. Nuk e duan televizionet dokumentarin, televizionet duan të mllaqisin gjithë ditën politikën për t'u hedhur hisë sy njerëzve. Dokumentari është vepër e madhe, nuk e duan. Tashi, ti mos u bëj merak, i tha me Vlani këto, mos u mërzit ka i... se kam problem ta them këtë të vërtet edhe shumë të tjera... Mirë, nejse. Të falenderoj shumë që ishë në studio, që kujtuam Nikola Zoraqin dhe folëm për këtë punë të re të ndën. Të uroj shumë suksese, të falja dhe Natashës. Falemderit, Beti të falenderoj, je vajzë e vëmendshme, jo pse më thirrë mua, po je vajzë e vëmendshme për të cekur probleme sociale. Kemi nevojë që të spikasim dhe të flasim për gjërat e bukura edhe për njerëzit që i kanë dhënë këtij vendi. Që pickon. Faleminderit shumë që ishe në studio.